Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me javën 30 minuta me mua Rinesa Osmanaj. Edhe gjatë kësaj jave, tentimet për konstituimin e Kuvendit të Kosovës vazhduan çdo 48 orë, e në ditën kur besimtarët musliman festuan festën e Kurban Bajramit, Myfteu Naim Tërnava pati një mesazh për qeverinë. Aksionet e vazhdueshme nga policia e Kosovës e çfarë ndodhi në seancën e rastin e Liridona Demajt. Këto dhe ngjarje të tjera juftoj të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vijim. Paraditën e së hënës dështoi edhe një tentim I radhës për konstituim të Kuvendit, pavarësisht që në sallë ishin mbi 100 deputet, ardhja e tyre nuk solli ndonjë rezultat. Ora kishte kaluar 10:01 qerek, mirëpo deputetët nuk ishin në vendet e tyre. Edhe të hënën, seanca për konstituim të Kuvendit të Kosovës filloi me vonesë. Deputatët e fundit që hynë në sallë ishin ata të vetëvendosjes. Por këtë herë, I pari I partisë Albin Kurti nuk e kishte shoqërues Glauku Njufcën si çdo 48 orë. Ky I fundit mungoi në tentimin e 25 për konstituim të Kuvendit. Kësaj, mungesa e deputetëve bëri që të ketë vota minimale për votimin e komisionit të fshetë që mundson zgjedhjen e kryekuvendarit në mënyrë të fshehtë. Kanë votuar për 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Por edhe në këtë tentim nuk pati propozime nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Ftoi PD-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Për të 17 herë me radhë, propozimi për komisionin e fshat nuk kaloi. Për pasoj, seanca u ndërprej, punime do të vazhdojnë pas 48 orëve. Kjo është hera e 25 që po dështon të konstituohet Kuvendi I Kosovës. E pas përfundimit të seancës e propozuara për krye parlamentare Albulena Agjiu akuzoi partitë opozitare se po përdorin gjuhë seksiste ndaj saj. Për të 25 herë me radhë ka dështuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, pasi që akoma nuk ka një marrëveshje politike mes partive për të dalë nga ky gërç politik. Për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit, kush është për? Kësaj edhe këtë të hënë nuk pati vota të mjaftueshme për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Nga 104 deputetë sa ishin në sallë, 51 prej tyre votuan për, një kundër dhe s'pati abstenim. Ministra në detyre drejtësisë Albulena Agjiu pas përfundimit të seancës kritikoi partitë opozitare për sulme seksiste ndaj saj. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat fyejnë gratë, mendoj që I dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. Por, deputetja nga radhët e PD-s Gjura Shitaku, fajtore për situatën e krijuar la lëvizjen e vetëvendosje. Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh. Ndërsa Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se pa një marrëveshje politike nuk mund të dilet nga ky ngërç institucional. Mungesa e një vullneti politik për të gjetë një zgjidhje të shpejtë politike tashmë është bërë pavlefshme me përmend. Jemi vonë, është bërë neverike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues. Por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë.
Seanca e ardhshme për konstituimin e kuvendit do të mbahet të mërkurën në orën 11. Më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri. 600 zyrtar policor janë angazhuar të martë në një aksion kundër narkotikëve në disa qytete të Kosovës. E nën pranga ranë 22 persona, si dhe u sekuestruan qindra mijëra euro pasuri. 47 lokacione të ndryshme në Prishtinë, Pej, Suarek e Gjilan u bën cak i një operacioni të madh policor. Me emrin e koduar Qielli i Thyer, operacioni antidrog pati në fokus një grup të krimit të organizuar të trafikimit me narkotik, ku përpasoj u arrestuan 22 persona. Në aksion u angazhuan plot 600 zyrtar policor, të cilët kishin edhe ndihmën e autoriteteve të Belgjikës, Holandës dhe Europolit. E 22 të arrestuarit dyshohen për kryerjen e veprave penale, krim i organizuar në lidhje me trafikim të narkotikëve, si dhe për pastrim të parave. Prokuroria Speciale njoftoi se operacioni është rezultati i hetimeve që kanë nisur prej kohësh dhe janë të bazuara në disa komunikime të përgjuara përmes aplikacionit telefonik Sky ECC. Gjatë realizimit të urdhër kontrollit në këto lokacione, është gjetur dhe sekuestruar sasi e konsiderueshme e provave materiale dhe pasurive të specifikuara, duke përfshirë lëndë narkotike, 29 vetura e 134.900 euro para të gatshme, 20.040 franga zvicerane, $490, 13.000 euro para të falsifikuara, 9 orë dore të markave të njohura, 36 armë të llojeve të ndryshme, 1569 fishek të ndryshëm, 1292 copë municionit të ndryshme, një prejse për paketimin e heroinës dhe kokainës, laptop, telefona, USB dhe dokumente të ndryshme. Përpos këtyre provave materiale, të dyshuarve u janë ngrirë rreth 500.000 euro mjete në llogari bankare, si dhe për pasuritë e paluajtshme të 22 të arrestuarve, është vënë urdhër ndalues. Të dyshuarit gjithashtu dyshohet të jenë përfshirë në trafikim ndërkombëtar të narkotikëve. Aksioni i së martës është një prej operacioneve më të mëdha të autoriteteve kosovare kundër narkotikëve. Ka nisur shqyrtimi gjyqësor në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Të akuzuarit mohuan fajsin, derisa të akuzuarit kryesor ish bashkëshortit të Liridonës, Naim Myrseli, do t'i bëhet ekzaminim mjekësor. Erdhën të prangosur në nisjen e gjyqit për vrasjen që tronditi shtetin në nëntor të vitit 2023. Tre të akuzuarit Naim Myrseli, Kushtrim Kokalla e Granit Plava, filluan zyrtarisht përballjen me pretendimet e prokurorisë për vrasje në bashkëkryerje të Liridona Ademajt. Ata dhe në shurtimin kryesor mohuan fajsin. Unë e deklaruam i pafajshëm, dhe se i përket akt akuzës, vetëm dua të shtoj se po të vërtetohen pretendimet e prokurorës, unë vetë për vetëm time kërkoj burgim përjetshëm. Deklaroheni? Njështë, nuk do një më deklaru. Deklarohemi i pafajshëm. Deklaroheni i pafajshëm. Sipas prokurorisë, përgjatë gjykimit do të vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprat penale. Prokuroria do të thërras për të dëshmuar edhe vëllaun e Liridonës, e disa të tjerë për të cilët dha sqarime në fjalën hyrëse. Shumë e rëndësishme është dëshmia e ekspertit Naim Uka, mjek ligjor, i cili ka eksportuar trupin e të ndjeres Liridona Ademaj. Shumë është me rëndësi që të dëshmoj edhe dëshmitari Tom Binaku, nga i cili akuzuari i tyre Plava e ka huazuar veturën. Si dëshmi mund të na shërbej Valen Lukaj, i cili në ditën kritike të parin e ka thirrur Naim Myrselin dhe i cili të akuzuarit i ka siguruar qëndrimin dhe ku më vonë është bashkanditur Kushtrim Kokalla. Mbrojtja e Naim Myrselit të theksoi si shumë të rëndësishme ekzaminimin e gjendjes mendore të Myrselit, gjë të cilën e kishin theksuar edhe në faza të mëhershme të procedurës. Në dys, burgun e sigurisë lartë, gjatë bisedave me të njëjtin, kemi vrejt një gjendje labile jo të qëndrueshme, mendime për të kryer vetvrasje, andaj si mbrojtje kemi konsideruar është e domosdoshme që të sigurohet mendimi
dhe konstatimi i ekspertëve. Gjykata ja aprovoi këtë kërkesë mbrojtjes së Murselit. Do të urdhërohet Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës që brenda 2 javë ta realizoj këtë ekzaminim. Familja Ademaj shpreson që e vërteta e vrasjes së bijes së tyre të zbardhet. Besoj se para kësaj gjykate do të jepet përgjigje pyetjes së babait të Liridonës, pse na ti mundet të dalësh me fëmijët nga vetura e dona meti mrena. Pyetjes së fëmijëve të Liridonës, pse babi e la hajnin me ja ba nanës bam. Pyetjes së nanës Liridonës, pse s'ko me pa ma Liridonën. Pyetjes Leonardit, se pse Naimi po mundet aq qetë me u vërtit fëmijëve atë natë. Ndërkohë mbrojtja e Kokallës dhe Plavës u shprehan se akuzat ndaj tyre nuk janë të argumentuara. Mbrojtja do të paraqes prova dhe argumente që ndërlidhen me rrethana personale, psikologjike dhe sociale të panderit para dhe gjatë ngjarjes. Provat që ka referu prokuria dhe i ka paraqitur nga kapus të administrim, nuk besoj që do të vërtetohen për të lidhur ndaj pandehurit të pushtetit. Gjyqja do të vazhdojë me dëgjimin e dëshmitarëve në muajin korrik, ku i pari nga dëshmitarët do të dëgjohet vëllau Liridona Ademaj. Të mërkurën, Prokuria Themelore në Prizren ka zhvilluar aksion në 14 lokacione në Prizren kundër degradimit të mjedisit, me që rast janë arrestuar 17 persona të dyshuar. Lëvizjet e këtyre mjeteve afër lumit Drini Bardh ishin të vazhdueshme, por veprimet e këtyre kamionëve duket se nuk i sollën dobi ambientit. Madje dyshohet që pronarët e tyre bënin veprime të kundërlehtëshme. Andaj policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurinë Themelore në Prizren aplikuan masa të fsheta. Kësaj Prokuria vlerësoi se në këtë zonë të Prizrenit po degradohej mjedisi. Vetë kryeprokurori Petret Kryeziu në një konferencë për media dha detaje nga aksioni ku arrestuan 17 persona. E kanë prish edhe rrjedhën natyrore të lumit që rrezikohemi padyshim edhe nga vërshimet në këtë pjesë nëse do të kemi të ardhmen. Këta të pandehur, cilët i kemi arrestuar sot, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për miniera dhe minerale dhe kanë vepruar në kundërshtim të plot që nga viti 2016, secili prej tyre janë duke punuar pa licenca, sepse asnjë, po e përsëris, asnjë prej operatorëve ekonomik që veprojnë, po flasin për regionin e Prizrenit, nuk kanë licenca për operim për nxjerrje të rrës dhe zhavorit. Ai bëri të ditur se kanë sekuestruar edhe pasuri që dyshohet se të pandehurit kanë përfituar nga kjo veprimtari. Në këtë drejtim kemi sekuestruar mjete të ndryshme që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale, sepse kjo vepër penale faktikisht nuk kryhet në duar në xhep apo kryhet me mjete të rënda. Kemi sekuestruar 38 mjete të kryerjes, 9 prej tyre kamion, 14 eskavator dhe 15 makineri të seperimit, ku vlera totale e tyre është 1.950.000 euro, parafërsisht rreth 2 milion euro kemi sekuestruar pasuri. Derisa pati edhe një shqetësim sa i përket inspektimeve për këtë fushë. Ne vlerësojmë që duhet kemi aktivitet dhe aktivizëm më të madh edhe të inspektorëve, sepse kemi vërejtën këtë drejtim, është dashur angazhimi ynë i drejt për drejt dhe jo inspektorëve, sepse kjo ka ardhur krye kaput nga prokuroria dhe njësiti i hetimeve për krime mjedisore e jo nga inspektorët e mjedisit. Kështu që kërkojmë që edhe ata të jenë më të angazhuar, sepse ata kanë mision primar, prerogative tyre është mbrojtja e mjedisit dhe nuk kemi pasur asnjëherë prej tyre ndonjë aktivitet kësaj lloji. Në fund, Kryeziu u shpreh i bindur se përmes pamjeve filmike të siguruara të dyshuarit do të vënë para drejtësisë. Për të 26 herë ka dështuar konstituimi i kuvendit, as të mërkurën, deputetët nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët, derisa seanca e radhës u mbajt pas 24 orësh për shkak të festës së Kurban Bajramit. Tentimi 26 mbajt këtë të mërkur, si rëndam mas ky nuk pati ndonjë ndryshim. Edhe kjo seancë parapar për konstituim të kuvendit ashtu si herët e kaluara filloi me vonesë.
E para se të niste seanca, deputetët po bisedonin me njëri tjetrin. Nuk vënaj shumë kryesuesi Avni Dehari kërkoi nga deputetët të zënë vendet e tyre. Ashtu si në 18 herët e tjera, vetëvendosje propozoi votim të fshet. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, andaj ftoi PD-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi listën serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoi AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime. Më pas, propozimi i VV-s u vë dhe në votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? E as për të 26-ën herë nuk pati vota të mjaftueshme për konstituimin e kuvendit. Votën për kanë dhënë 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi kvorum. Kështu përfundoi edhe kjo tentativë. Pas një marrëveshje nga të gjitha partitë politike u vendos që seanca radhës të mbahet pas 24 orësh, për arsye të festës së Kurban Bayramit, të premten e 6 qershorit. Aleksandr Vlajic është bërë personi i parë i dënuar për spionazh nga sistemi i drejtësisë në Kosovë. Vlajic u dënua me 5 vite burgim për incizim fshehurazi të automjeteve të policisë së Kosovës dhe të ndërkombëtarëve në pjesën veriore të vendit. Është hera e parë dhe e fundit që Aleksandr Vlajic po paraqitet në gjykatë. Kështu në të njëjtën ditë ka nisur dhe ka përfunduar shqyrtimi gjyqësor në rastin e të akuzuarit për spionazh. Agenti BIA Serbe ka pranuar fajsim për incizim fshehurazi të lëvizjeve të automjeteve të policisë së Kosovës, si dhe të prezencës ndërkombëtare në pjesën veriore të vendit. Këto informacione të mbledhura, prokurori Bekim Kodraliu tregoi se Vlajic i dha Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë. Fillimisht ka filmuar dhe inciduar fshehurazi lëvizjet dhe automjetet e policisë Kosovës dhe të prezencës ndërkombëtare në pjesën veriore të vendit. Pastaj ka mbledhur informacione për persona të nacionalitetit serb, të cilët janë bashkëpunëtor të strukturave të sigurisë së Republikës Kosovës. Përveç kësaj, Vlajic i kishte zbuluar edhe identitetin e një zyrtari të AKI-s, të cilën e njehte nga periudha kur vetë kishte qenë pjesëtar i policisë së Kosovës. Spionazhi nga 124, paragrafi 3, të banderit Aleksandr Vlajic të shqiptohet dënim me burgim efektiv prej 4 vite e 6 muaj deri në 5 vite burg për veprën penale, mbajtja në pronësi kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve. Aleksandr Vlajic të shqiptohet dënim me burg prej 6 muajsh. Për veprimet e bëra, avokati Vlajic, Ljubomir Pantić, tha se klienti i tij ka shprehur pendim. I pandehuri në rastin e lidhjes së marrëveshjes ka treguar pendim dhe keqardhje për veprën penale të cilën e ka kryer. Ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. Gjykata themelore në Prishtinë pranoi marrëveshjen mes palëve. Aktgjykimi për këtë rast, që është i pari për spionazh në sistemin e drejtësisë në Kosovë, u shpall po të njëjtën ditë. Në bazë të dispozitave të kodit procedurës penale dhe kodit penal të Republikës Kosovës, të njëjtit i përcakton. Për veprën penale shpionazhi, nga neni 124, paragrafi 3 i kodit penal të Republikës Kosovës, dënim me burgim në kozgjatje prej 5 viteve burgim. Aleksandr Vlajic do të qëndrojë në paraburgim derisa aktgjykimi ta marrë formën e prerë.
Të njëjtën ka dështuar edhe përpjekja 27 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kjo me sërish nuk ka pasur quorum për formim të komisionit për votim të fshetë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Pro krijimi të këtij komisioni votuan vetëm 50 deputet. Në sallë hyri me të propozuaren e tij për krye parlamentare. Por në 26 tentime, Albin Kurti e Albulena Haxhiu dështuan të siguronin votat e mjaftueshme për këtë. Kështu të njëjtën bashkë me deputetë e tjerë të Kuvendit të Kosovës u kthyen për tentimin e 27. Krejt kjo për të vazhduar një seancë të vetme për konstituimin e institucionit legjislativ që nisi me 15 prill. Pas hyre në sallë hyri dhe kryesuesi i seancës Avni Dehari. Me të ullur në vend, ndoqi rrugën që dështoi plot 18 herë. Kështu për herë të 19 propozoi të krijohet një komision për votim të fshehtë. PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një antar për komision. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar për komision. Ftoj AK-n Nismën të propozoj një deputet për antar për komision. Përgjigjet e re Dehari nuk mori. Pro krijimi të këtij komisioni votuan vetëm 50 deputet. Si pasojë e kësaj radha erdhi dështimi të 27. 50 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, takoni përsëri në 7 maj në orën 11. Seanca e radhës u caktua me 7 qershor në orën 11. Besimtarët musliman në Kosovë mëngjesin e së premtes ju drejtuan xhamive për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Me këtë rast, muftiu Naim Tërnava tha se kjo ditë është ditë gëzimi, derisa pati një mesazh për qeverinë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fillimisht u the rezani, e më pas besimtarët e fesë islame falën namazin e Kurban Bajramit. Kësaj shtrënguan edhe duart duke i uruar njëri tjetrit këtë fest. E një mesazh për këtë ditë e pati muftiu Naim Tërnava. Është ditë kur i kujtojmë mëshirën e Zotit, faljen dhe begatinë që ai na dhuron. Është ditë kur ne si besimtarë, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Por Tërnava foli për një fenomen që sipas tij është në rënje. Në këtë kohë Kosova po përballet me një rënje serioze të natalitetit. Familjet e reja ndrojnë të lindën në shumë se një apo 2 fëmijë për arsye të ndryshme. Shpesh ekonomike, por edhe për shkak të frikës dhe pasigurisë. Disa po migrojnë nga Kosova dhe vendet e tjera shqiptare. Disa në këtë kohë kur ne po flasim. Në shtetet të rrëfesh, asimiliohen duke humbur gjuhën shqipe, si gjuhë të nënës. Kreu i Bashkisë Islame pati edhe një kërkesë për qeverinë e Kosovës. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike, arsimore, shëndetësore sociale për këto familje dhe ka fëmijë. Dhe çdo çift, të cilët kanë 4 apo më shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'i adhurojë këtë çiftve nga një manesë. Gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare. Urime për festën e Kurban Bajramit pati edhe nga qytetarët. Për gjithë besimtarët është kjo festë, beson musliman o fjala. Festë madhështore, edhe sakrifica që ndan nishat e Kurbanit për jetima, për njerëz nevojtare këtë ditë. Allah na bëf kabul e me shumë të prishëm ja be. Mesazh feste për colli edhe ky fëmijë. Këtë popullit Kosovës i dëshiroj për ai Bajramin, i uroj një festë mirë me familje dhe me këtë,
inshallah edhe shumë tjerë bajrama prishëm. Ndërkaq dikush tjetër pati një kërkesë për partitë politike. Fjara me modër kështë me qenë për i meje, mesazh më i madh, që deputet të bashkohen e mos ne prishin moralin popullit. Me të cilën me gëzim i kena votu e tash me po bohmi pishbëm pse i kena votu. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për muslimanët, e cila simbolizon përkushtimin ndaj Zotit, bindjen dhe besimin. Ka dështuar të shtunën tentimi 28 më radhë për konstituimin e kuvendit, sikurse edhe në seancat e kaluara, skenari ishte i njëjtë. Seanca zgjati pak minuta dhe vazhdon pas 48 orësh. Me të ardhur në seancë përshëndeti bashkëpartiakët e tij. Kreu Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku përshëndeti edhe kolegë nga Partia Demokratike e Kosovës. Njëjtë vepruan edhe deputetët tjerë të LDK-s që u pan duke diskutuar me ata të PDK-s. Përshëndetje pati edhe mes nënkryetarit të lëvizjes vetëndosje Glauko Njusa me përfaqësues të këtyre subjekteve politike. Por kështu nuk veproi kryeministri në detyrë Albin Kurti kur u fut në sallën e kuvendit të Kosovës. Edhe kësaj here seanca nisi me vonesë. Pas rreth 20 minutash, si rëndom, kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi nga partitë të propozojnë kandidat për komisionin për votim të fshehtë. Andaj ftoj PDK-n që të propozojnë një deputet për anëtar të komisionit. Sërish partitë pjesëmarrëse nuk ju përgjigjën pozitivisht kërkesës së tij për herë të 20. Ftoj LDK-n të propozojnë një deputet për anëtar të komisionit. Kësaj votimi u vendos të bëhej në mënyrë të hapur nga deputetët e kësaj legjislature. Kush është për? Kush është kundër? Askëtëherë nuk u morën votat e mjaftueshme për të vazhduar tutje. Për kanë votuar 48 deputet, kundër s'ka pasur, nuk ka pasur as abstenim, nuk ka quorum do të përmbajtje në seancës, seanca ndërpritet. Andaj, seanca u shtyje për të hënën më 9 qershor në orën 11. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të javës në 30 minuta. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e TV1. Mirëmbëjtje.